Edi Rama takon emigrantët në Milano dhe deklaron se 11 maj është vendimtar për antarësimin në Bashkimin Evropian, mandati i 4 moment historik. Sali Berisha fton diasporën në Itali të mbështesë me votë ndryshimin. Lideri demokrat premton se në 11 maj do të marrë fund narkodiktatura e Edi Ramës. Mbi 60.000 fermerë pritet të përfitojnë nga skema kombëtare e bujqësisë. Aplikimet për mbështetjen financiare nisin nesër dhe mbyllen në 30 maj. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme duke nisur nga fushata. Edi Rama ishte sot pas dite në Milano, ku zhvilloi takimin e parë me diasporën pas hapjes zyrtare të fushatës. Lideri socialist deklaroi se 11 maj është një moment vendimtar për antarësimin në Bashkimin Evropian. Zoti Rama ftoi edhe demokratët që të bëjnë zgjedhjen e dur sipas tij për të ardhmen e vendit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nisi fushatën elektorale në diasporë duke takuar shqiptarët që jetojnë në Itali. Në fillim të takimit në Milano, mes fushori kombëtaris italiane dhe Juventusit, Alessio Tacchinardi i dhuroi kryeministrit Rama një fanell me numrin 5. Sotto il 5 ti porterà grande fortuna. Grande. Nga Milano, kryeministri deklaroi se vota për një mandat të 4 për Partinë Socialiste është votë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Është fundi i historisë son jashtë Europës. Dhe përpara nesh kemi vetëm një datë, 11 majin. Dhe pastaj kemi vetëm një mandat, 4 vjetë, për të fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Sipas Ramës, edhe emigrantët shqiptar do të përfitojnë nga antarësimi i vendit në BE, duke sjellë shembullin e pensioneve. Nëse do të kishin pasaportën e BE-s shqiptare, ju s'do kishit nevojë për asnjë lloj njohje nga qeveria italiane, dhe me pasaportën e BE-s, për shembull, vëllezërit dhe motrat tona në Greqi që akoma vuajnë për dokumenta, do të bëhen menjëherë automatikisht qytetarë të barabartë të Greqisë dhe ajo pasaport është njohje automatike e pensioneve, është njohje automatike e çdo dite pune, është njohje automatike e çdo të drejte që kanë italianët dhe gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Sipas kryesocialistit Rama, zgjedhja në 11 maj është e thjeshtë. Si mund të diskutohet më se cila është zgjedhja në 11 maj? Zgjedhja në 11 maj është shumë e qartë. Shumë e qartë. Zgjedhja në 11 maj është me flamurin ton kombëtar dhe me flamurin e BE-s, apo me leckën e Kënetës. 246.000 shqiptar të diasporës janë regjistruar për të votuar në 11 maj, nga të cilët 91.000 jetojnë në Itali. Edhe Sali Berisha ishte sot pas dite në Itali, ku takoi emigrantët shqiptar në Brescia. Ai ftoi diasporën të mbështesë me votën ndryshimin. Berisha tha se 11 maj shënon fundin e narkodiktaturës së kryeministrit Rama. Në thirrje të Ramai, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nisi fushatën për diasporën nga Brescia e Italisë, në të njëjtën kohë kur kundërshtari i tij politik Edi Rama bëri startin nga Milano. Përpara se Berisha të merrte fjalën, drejtuesi i fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike, Krislia Sivita, bëri thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje. Albania is facing a real crisis. Shqipëria po përballet me një krizë të vërtet. Ka humbur më të mirët dhe më të mençurit për mundësi që nuk i ofron. Nuk ofron mundësi sepse për 12 vitet e fundit, Edi Rama dhe socialistët e kanë bërë të pamundur. Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë mundësinë për të ndryshuar drejtimin e vendit. Keni mundësinë të ndryshoni të ardhmen e Shqipërisë, duke dalë të gjithë, sa më shumë për të votuar më 11 maj për Sali Berishën. Berisha tha se pas një pozite të gjatë, PD-ja ka një mision.
Ne u ngritëm nga hiri për një mision të shenjtë. Mbrojtëm demokracinë, mbrojtëm interesin kombëtar dhe do shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura e dytë. Diktatura e Edi Ramës, tashmë botërisht i njohur si drejtuesi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Kreu opozitës u shpreh se jo vetëm shqiptarët, por edhe aleatët europian po i ndjekin me vëmendje zgjedhjet. Se jo vetëm Shtetet e Bashkuara ndryshuan pas fitores presidentit Donald Trump, që i preu kokën gjarë për Soros, por sot Europa i ka sytë e tëra, tek 11 maj, tek vota juaj. Berisha ironizoi gjithashtu edhe hapjen e fushatës së Ramës, duke e quajtur atë dështim, teksa tha se premtimi i tij për pasaportën e BE-s është mashtrim. Ai u përpoq të mbuloj dështimin me vallën e ministreshave të tij. Pasaporta europiane e Edi Ramës, ka ftyrën e Taulat Balls, ka ftyrën e tij, ka ftyrën e Jon Velis, ka ftyrën e Lefter Koks, ka ftyrën e Ergys Çyrbes, ka ftyrën e Savet Bajrit, ka ftyrën e Suel Çels, ka ftyrën e bandave e hajdutëve të mëdhenj në Europë. Partia Mundësia e drejtuar nga Agron Shehaj hapi sot pasdite fushatën për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ndër premtimet kryesore, Shehaj renditi luftën kundër korrupsionit, uljen e taksave dhe rritjen ekonomike. Qëllimi kryesor i programit ton është rritja ekonomike. Dështimi më i madh i gjitha qeverive në këto 34 vite të fundit ka qenë pikërisht mungesa e rritjes ekonomike. Ne kemi një plan të qartë dhe konkret për transformuar Shqipërinë në një vend ku çdo qytetar mund të ketë sukses nëpërmjet punës, këmbguljes dhe dëshirës për t'ia dalë. Ne besojmë se ndryshimi fillon me përgjysmimin e taksave për qytetarët dhe bizneset. Për këtë arsye, do të vendosim një taksë të sheshtë prej vetëm 8%, duke ullur drastikisht barën tatimore dhe duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe sipërmarrjen e lirë. Administrata publike sot është e mingarkuar dhe e fryrë me shpenzime të panevojshme dhe luksi të papranueshëm. Partia Mundësia angazhohet të kursej mbi 1 miliard euro në vit duke reduktuar administratën dhe duke eliminuar shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Këto fonde do të financojnë uljen e taksave dhe përmirësimin e shërbimeve publike. Në kuadër të operacionit të koduar me emrin Porosia, efektivët e Korçës kanë arrestuar një 35 vjeçar i cili dyshohet se shiste doza kokaine dhe lëndë të tjera narkotike në lagje dhe në ambiente të ndryshme të bizneseve. Në pranga ka rënë Denis Lika, i cili në momentin e arrestimit po qarkullonte në mjetin e tij, brenda të cilit agjentët gjetën edhe kokainën gati për shitje. Policia sekuestroi lëndën narkotike, 3 aparate celular dhe automjetin me të cilin njeriu lëviste për të shpërndarë drogën. Në Tiranë, policia ka arrestuar një djalë 21 vjeç i cili dyshohet se do të shiste një armë zjarri në kryeqytet. Në pranga ka rënë Devi Naçi, të cilit të blut i gjetën dhe sekuestruan pistoletën. Policia gjithashtu arrestoi shokun e tij, 24 vjeçarin Albis Spahaj. Të dy të arrestuarit janë nga qyteti i Fierit, por besohet se kishin ardhur në Tiranë për të shitur pistoletën. Efektivët i kishin në ndjekje dy të rinjt pasi kishin në të dhëna se ata ishin të përfshirë në trafikun e armëve. Fermerët në gjithë vendin mund të aplikojnë nga dita e nesërme për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Mbështetja financiare do të jepet edhe për blegtorët, bletarinën si dhe për bimët mjekësore. Nga nesër, fermerët në të gjithë vendin kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja buxhetore, pjesë e skemës kombëtare në bujqësi. Aplikimet nisin më 14 prill dhe do të jenë të hapura deri në 30 maj. Ekspertët apelojnë që fermerët të kryejnë aplikimet pas informimit të saktë në zyrat rajonale bujqësore dhe agropikat në mënyrë që të mos gabojnë. Të drejtë aplikimi ka çdo fermer individual dhe bashkim fermerësh.
Pritshmëritë janë që përfituesit arrijnë në 60.000. Në total janë 8 masa mbështetëse. 2 prej tyre janë për blektorin, një masë është për bletarin, mbështetje për farat dhe fidanët, për kultivimin e bimëve mjekësore, për fermat organike dhe naftë pa taksa. Në total, buxheti i parashikuar arrin në 4.4 miliard lek. Një vit më parë, buxheti i kësaj skeme arriti në 5.2 miliard lek, por mbetet për tu parë në vijim nëse do të kemi një shtesë fondesh deri në fund të vitit. Pjesë e këtij buxheti është dhe skema investimeve ku fermerët që kanë aplikuar në vitin e kaluar tashmë janë në fazën e përfitimit të fondeve. Paralelisht, sektori do të përfitojë edhe nga garancia sovrane. Janë 250 miliard lek që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për bankat e nivelit të dytë për të kredituar fermerët që nuk kanë kolateral, por që shteti u del garant për huan që do të kërkojnë. Gratë që janë në shtatzëna në moshë jo të re, por edhe ato që kanë abuzuar me duhanin apo dhe me alkoolin, kanë më shumë gjasa të preken nga sëmundja e quajtur preeklapsia. Mjekët thonë se ato duhet të shtojnë kontrollet mjekësore, pasi çdo neglizhencë mund të sjellë pasoja të rënda shëndetësore. 2 në 20 gra vuajnë nga preeklamsia, një prej komplikacioneve më të shpeshta që ndodh gjatë periudhës së shtetëzanisë. Mjekët specialistë rendisin disa nga shkaqet kryesore të këtij komplikacioni. Preeklamsia është një sëmundje shumë e shpeshtë, ndoshta shumë e shpeshtë nga çfarë e dim dhe çfarë njohin të gjitha gratë, të cilat janë shtatzë. Pretendohet që shkaku kryesor i zhvillimit të kësaj sëmundje pas javës së 20 mund të jetë një problem i shfaqur në lidhje me placentën, pra organin kryesor që lidh nënën dhe fetusin. Mosha e lartë e gruas. Pra një grua që është mbi moshën 36-37 vjeç, është një faktor risku shumë i lartë për ta shfaqur preeklamsin. Obeziteti, pra kur kemi një BMI të lartë. Faktorë risku të tjera janë duhanpirja. Gratë të cilat kanë pas pirë duhan më përpara, por që dhe ndoshta vazhdojnë dhe mund të konsumojnë ose pinë duhan dhe gjatë shtatzanisë. Dhe një faktor tjetër risku shumë i rëndësishëm është dhe ajo që ne kemi të trashëguar. Duarda Ismaili, ginekologe, nënvizon disa nga simptomat më të zakonshme, ndërsa këshillon të gjitha gratë shtatzën për më shumë kujdes dhe kontrolle rutinë. Simptomat më të zakonshme janë një prezencë e një tensioni të lartë arterial të gruas shtatzën, mund të jenë probleme vizive, pra probleme me shikimin, mund të jenë probleme fotofobi e quajmë ne, pra kur ti nuk duron dot dritën e fortë tek syt, dhe simptomat të cilat mund të jenë akoma më të agravuara e quajmë ne, arrin deri në simptomat të konvulsioneve. Përveç vizitave që ju kërkojnë mjekët, kontrollet laboratorike dhe matja monitorimi personal i gruas për lëvizshmërinë e bebi dhe matjes së tensionit duhet të jetë i vazhdueshëm. Preeklamsia e patrajtuar mund të çojë në një gjendje shumë më serioze, deri në dëmtim të mëlçisë dhe komplikime të tjera. Qyteti i Roskovecit priti festivalin Roma Romale 2025 me pjesëmarrjen edhe të grupeve nga Maqedonia e Veriut. Eventi i ka dhënë njehon kulturës dhe traditës rome. Në kuadër të promovimit të traditës rome, për herë të parë në Roskovec është zhvilluar festivali Roma Romale 2025. Aktiviteti ka bërë bashkë artistë nga qytetet të ndryshme të vendit, duke kthyer Roskovecin në një qytet të ngjyrash dhe në shtëpinë e pritjes së komunitetit të rom. Pjesëmarrës në këtë festival ishte edhe një grup nga Maqedonia e Veriut, në drejtimin artistik të Ermina Redjepovës, e cila ka vlerësuar këtë festival si një augur shpresëdhënës për të ndihmuar në integrimin e këtij komuniteti. Iniciativa për këtë festival është një ide shumë e mirë që komuniteti rom të njihet në vendin tuaj me traditën e tyre, kërcimin dhe ushqimin. Ndërkohë, përfaqësuesi i qytetit të Klosit ka pohuar se tashmë ky festival duhet të kthehet në traditë. Kam marrë një pjesë të vogël të grupit prej 5 vetash, sepse grupi im përbëhet nga 28 persona. Presoj që edhe në vitet në vazhdim të jem pjesë e këtij koncerti ose festivali që bëhet në Roskovec. Besmir Dalipi është një prej spektatorëve të ardhur nga Berati, i cili thotë se aktivitetet të tilla ndihmojnë për të ndier të barabartë. Shpresoj që këto aktivitetet të ndodhin dhe në qytetet të tjera si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egjiptian.
Festivali Roma Romale, solli ngjyra, muzikë dhe energji për të gjithë komunitetin, i cili beson në fuqinë e kulturës për të ndërtuar ura dhe për të promovuar bashkëjetesën. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.